lëvizja e fundit e Edi Ramës është një lëvizje me të cilën kërkon të shpëtoj lëkurën e tij, por është një lëvizje e cila fton qytetarët shqiptar, opozitën shqiptare, të vazhdoj fuqishëm protestat mbasi kryengritja paqësore e shqiptarëve synon, ka si qëllim kryesor madhor shpëtimin e Shqipërisë nga Edi Rama dhe jo kukullat e tij. Me lëvizjen e tij, ai përpiqet të mashtrojë njerëzit në një kohë kur ai vetë është kreu i organizacë kriminale që drejton, ndaj dhe i kërkoj dorëheqjen e tij të menjëhershme. Përndryshe, do përballet me opozitën dhe mbar popullin shqiptar. Edi Rama nuk ka më pranverë për qeverinë tënde dhe për ty. Je shkaku i të gjitha problemeve të mëdha me të cilët përballen sot shqiptar. Je mater matrix e kësaj të keqje të madhe që ka kapluar qenjen, shpirtin, trupin e Shqipërisë.